Të nderuar shikues, ju përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Një grup prej 20 CEO-sh gjerman të bizneseve turistike vizituan Gjirokastrën për të vlerësuar mundësitë e investimeve në sektorin e turizmit. Ata u pritën nga kryetari i bashkisë Flamur Golemi dhe zhvilluan takime me përfaqësues të sipërmarrjes dhe turizmit lokal. Gjatë vizitës, CEO-t inspektuan pika turistike dhe struktura akomoduese, duke u njohur me potencialin kulturor, historik dhe natyror të zonës. Universiteti Gjirokastrës ofron 5 programe profesionale 2 vjeçare, të cilat kanë marrë dhe interesin e të rinjve për këtë vit akademik. Vetëm në asistent administrativ në shërbime turizmi janë regjistruar, ende pa përfunduar edhe raundi i tretë, 35 student. Qendra e shërbimit të ndihmës juridike Falas në Përmet ka regjistruar një rritje prej rreth 30% të rasteve të trajtuara gjatë 3 mujorit të fundit, duke u bërë një mbështetje e rëndësishme për qytetarët. Shumica e çështjeve janë administrative, por nuk mungojnë edhe rastet civile, penale dhe familjare që prekin drejt për drejt jetën e përditshme të komunitetit. Në qendrën kulturore të Libohovës u promovua libri Rrugëtimi i jetës time i autorit libohovit Vasil Pano, vepra sjell kujtime, sfida dhe arritje nga jeta e autorit, duke përshkruar me realizëm përvojat personale dhe profesionale. Libri u vlerësua nga profesor të historisë dhe shkrimtar të zonës, si një dëshmi e sinqertë dhe vlefshme për brezat e rinj, duke kontribuar në ruajtjen e kujtesës kolektive dhe traditës lokale. Ju njohim tani më gjerësisht, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro mori pjesë në ceremoninë e certifikimit të 112 oficerëve të rinj të sigurisë që do të shpërndahen në shkollat e vendit. Ajo theksoi se prania e tyre do të garantojë më shumë siguri për nxënësit, ndërsa kujtoi se kjo figurë është një risi në sistemin arsimor, ashtu si psikologët dhe punonjësit social. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro mori pjesë sot në ceremoninë e certifikimit të 112 oficerëve të rinj të dedikuar për siguri në shkollat e vendit, ku theksoi se oficerët e certifikuar kanë një shpërndarje gjeografike në të gjithë Shqipërinë, gjë që do të garantojë shtimin e numrit të oficerëve të sigurisë në shumë shkolla. Në fjalën e saj, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro tha se oficeri i sigurisë nuk është një figurë me të cilën tradicionalisht shkollat janë mësuar. Është një figurë që qeveria shqiptare ka futur rishtazi vitet e fundit në sistemin arsimor para universitar, siç ka futur psikologun, siç ka futur punonjësin social. Të zgjedhësh një pozicion të tillë, do të thotë ta duash atë. Dhe oficeri i sigurisë, përtej emërtimit oficer dhe siguri, është shumë më tepër se sa një profil. Është edhe edukator, edhe psikolog, edhe oficer sigurie, edhe mësimdhënës, që nga momenti që gjithë aktiviteti juaj profesional do të ushtrohet brenda një institucioni edukimi. Çelësi kryesor është komunikimi. Nëse zakonisht kemi 2 sy e 2 veshë, duhet kemi 14 sy e 14 palvesh, të cilët duhet rrotullohen dhe të jenë në komunikim me drejtorin e shkollës, me mësuesët kujdestar, me rojen e oborrit shkollës, me psikologët, me punonjësit social të shkollës, dhe padyshim duhet të identifikoni që ditën e parë që do të filloni punë dhe ju sot pajiseni me certifikatën përkatëse dhe nga nesër Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar do t'ju thras por t'ju thënë vendin e punës së gjithë secilit sipas vendbanimit që ju keni. Sepse ne kemi krijuar kushtet edhe financiare, por edhe me rregullin ligjor, që sot kemi nevojë dhe janë 367 shkolla të cilat duhet të pajisen me oficer sigurie. Në ceremoni ishin të pranishëm edhe Ministria e Brendshme Albana Koçiu, drejtori i përgjithshëm i policisë Ilir Proda dhe rektori i Akademisë së Sigurisë Ilirian Mandro. Një grup prej 20 CEO-sh gjerman të bizneseve turistike dhe jo vetëm vizituan Gjirokastrën për të vlerësuar mundësitë e investimeve në sektorin e turizmit.
Ata u pritën nga kryetari i Bashkisë Flamur Golemi dhe zhvilluan takime me përfaqësues të sipërmarrjes dhe turizmit lokal. Gjatë vizitës, CEO-t inspektuan pika turistike dhe struktura akomoduese, duke u njohur me potencialin kulturor, historik dhe natyror të zonës. Vizita e tyre shihet si një mundësi për të rritur profilin ndërkombëtar të qytetit dhe për të zgjeruar bashkëpunimin ekonomik në sektorin e turizmit. 20 CEO gjerman zgjodhën të vizitojnë Gjirokastrën, duke u informuar mbi potencialin kulturor, historik dhe natyror të zonës. Ata shprehën interes për bashkëpunime të mundshme në promovimin e Gjirokastrës në tregun gjerman, si dhe për zhvillimin e investimeve që lidhen me turizmin e qëndrueshëm dhe eksperiencat autentike lokale. Kjo vizitë na ndihmoi të kuptojmë potencialin vendas dhe pasionin që njerëzit kanë për zhvillimin e turizmit këtu. Është padyshim një vend që ja vlen të investosh, po e mendoj seriozisht. Besoj se investimi i mjaftshëm do të jetë në këtë qytet të bukur dhe të veçantë. I want to bring you a lot of customers up here. Qyteti ndërthuri historinë, veçantin dhe bukurinë natyrore, diçka që kërkojnë turistët modernë. Ne jemi të interesuar të krijojmë partneritete afatgjata. Sipas tyre, Gjirokastra është një qytet me energji të veçantë dhe me shumë mundësi për të zhvilluar më tej si destinacion turistik. It's the first time in Albania and why we have chosen Gjirokastra. Është hera ime e parë në Gjirokastër dhe jam shumë i impresionuar nga arkitektura unike e qytetit dhe mikpritja e njerëzve. Ky vend ka një potencial të vërtet për turizëm të qëndrueshëm. Ich bin aus der Tourismusbranche. Shohim mundësi të mëdha investimi këtu, veçanërisht në hotele dhe bujtina, eksperienca kulturore. Gjirokastra mund të bëhet një destinacion kryesor për turistët gjerman. Vizita e tyre konsiderohet një mundësi e rëndësishme për të promovuar Gjirokastrën në tregun ndërkombëtar dhe për të forcuar bashkëpunimin ekonomik me sipërmarrësit e huaj në një sektor kyç për zhvillimin lokal, siç është ai i turizmit. Punimet në ndërtimin e rrugës Kolonj-Golëm në Gjirokastër po vijojnë me intensitet duke u cilësuar si një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore për zonën. Investimi mbështetur nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit synon të lidhë më mirë komunitetet rurale dhe të nxjisë zhvillimin ekonomik e turistik të Kolonjës dhe Golemit. Aktualisht, punimet në lotin e parë po ecin me ritme të shpejta, ndërsa ndërtimi i kësaj rruge pritet të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen e banorëve dhe transportin e produkteve bujqësore drejt tregjeve. Rruga Kolonj-Golem shihet si një arterie jetike që do t'i japë jetë zonës, duke krijuar më shumë mundësi punësimi dhe përmirësuar cilësinë e jetesës për të gjithë banorët e krahinës. Universiteti i Gjirokastrës ofron 5 programe profesionale, 2 vjeçare, të cilat kanë marrë interesin e të rinjve për këtë vit akademik. Vetëm asistent administrativ në shërbime turizmi janë regjistruar ende pa përfunduar edhe raundi i tretë 35 student. Degët profesionale 2 vjeçare kanë shënuar prurje të lartë të aktivit akademik në Universitetin e Gjirokastrës. Në këtë auditor janë ulur ata që kanë zgjedhur degën asistent administrativ në shërbime turistike. Për Ani Mahmutaj është fakulteti i dytë. Përmes këtij programi ai dëshiron të zgjerojë njohuritë e tij në fushën e turizmit. Unë kam mbaruar në universitet në 2021 për gujë turistike dhe kam punuar në një agjenci turistike si ndihmës, le të them, për të marrë eksperiencë, sepse jo, të shtoj më shumë kurrikulum si vizitime dhe të marrë më shumë eksperiencë në çdo lloj fushë të lidhur me turizmin. Vinë nga zona të ndryshme të jugut dhe duket se të ardhmen duan të ndërtojnë duke u angazhuar në sektorin e turizmit. Unë kam zgjedhur këtë universitet për të asistente administrative, sepse e di që ka vende pune shumë të mira dhe ka për një eksperiencë më të mirë. Aktualisht ku punon? Në Sarand, turizëm. Është një degë që më përshtatet edhe për vendin e punës që jam, që jetoj në Sarand. Nga vini? Nga Tepilera. Këtë degë keni zgjedhur? Asistent administrativ. Është një program 2 vjeçar. Këtë zgjedha se kisha dëshirë. Shpresoj ta kaloj me sukses. Vi nga qyteti i Përmetit, më pëlqente kjo degë dhe zgjodha. Mendoj që është dega që mund të përshtatet më mirë se degët e tjera. Jemi më afër tregut të punës në këtë degë.
Universiteti i Gjirokastrës ofron 5 programe profesionale 2 vjeçare, ku vetëm në asistent administrativ në shërbime turizmi këtë vit janë regjistruar deri tani 35 studentë. Në Bashkinë Dropull ka përfunduar procesi i aplikimeve nga ana e blegtorëve për marrjen e kullotave dimërore. Ky proces i rëndësishëm synon të sigurojë ndarjen dhe transparencë të kullotave, duke ndihmuar komunitetin të organizojë punën e përditshme dhe të përballojë më mirë sfidat e dimrit. Në Bashkinë Dropull ka përfunduar procesi i aplikimeve nga ana e blegtorëve për kullotat dimërore. Aktualisht kërkesat janë në shqyrtim nga Komisioni Përkatës, i cili po verifikon nëse ato plotësojnë kriteret ligjore dhe teknike për përfitim. Në Bashkinë Dropull kemi gjithsej rreth 14.700 hektar kullota, nga të cilat rreth 6.750 janë kullotat dimërore. Kryesisht janë kullotat dimërore në Malin e Gjerë, në Dropullin e Sipërm dhe në Rëz, ekonomi kullueshore Libohov. Në Bashkinë Dropull janë dorëzuar rreth 25 kërkesa për kullota me afat 6 mujor. Pas përfundimit të fazës së verifikimit, blegëtorët do të kenë në dispozicion një afat dieditor për të paraqitur ankimimet e tyre në rast mos miratimi. Kemi rreth 25 kërkesa në të gjithë Bashkinë Dropull. Që përfshin kullotat e Malit të Gjerë, kullotat e Dropullit të Sipërm dhe të Rëzës. Bazë të udhëzimeve të Ministrisë së Mjedisit, është një afat prej 10 ditor për ankimimet dhe mbas këtij afati do fillojë lidhja e kontrotave për kullotat dimërore. Në këtë bashki çdo vit kontraktohen rreth 17.000 dele, 3.500 dhi dhe 200 gjedh që shfrytëzojnë kullotat publike gjatë sezonit të dimrit. Procesi ndarjes së kullotave dimërore pritet të përmbyllet brenda këtij muaji, duke garantuar vimësinë e aktivitetit blegtoral dhe menaxhimin e qëndrueshëm të kullotave në territorin e kësaj bashkie. Qendra e shërbimit të ndihmës juridike Falas në Përmet ka regjistruar një rritje me rreth 30% të rasteve të trajtuara gjatë 3 mujorit të fundit. Duke u bërë një mbështetje e rëndësishme për qytetarët, shumica e çështjeve janë administrative, por nuk mungojnë edhe rastet civile, penale dhe familjare që prekin drejt për së drejti jetën e përditshme të banorëve. Gjatë 3 mujorit të fundit, Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Falas Dega Përmet ka shënuar një rritje të ndjeshme të numrit të rasteve të trajtuara. Sipas juristes Fetie Maliqi, rastet kanë qenë të natyrave të ndryshme, me theks të veçantë në ato administrative. Kjo tregon se qytetarët janë bërë më të ndërgjegjësuar për të drejtat e tyre dhe po e shohin qendrën tonë si një mbështetje të rëndësishme. Problemet kanë qenë të natyrës administrative, kemi pasur qytetarë që kanë pasur probleme me dokumentacionet, me verifikimet apo regjistrimet e pronësisë në kadastër, si dhe probleme me vitet e punës. Këto raste janë më të shpeshta dhe ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve, ndaj ndërhyrja jonë është e rëndësishme për t'i mbrojtur dhe për t'i orientuar ata. Po bëhen aktivitete të ndryshme për të informuar qytetarët lidhur me të drejtën për ndihmën juridike Falas. Neve çdo muaj zhvillojmë aktivitete promovuese dhe ndërgjegjësuese për të informuar qytetarët. Informimi nuk është njësoj në njësitë administrative, ashtu siç është me institucionet në qytet që ne bashkëpunojmë, si ndihma ekonomike, shërbimi social, zyra arsimore, zyra e punës dhe shërbimi përmbarimor, shërbimi provës. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri çështjeve të trajtuara është rritur në rreth 30%, përfshirë çështje të natyrave civile, penale, administrative dhe familjare. Violeta Krisafi është një nga trashëgimtarët e pakët të zanatit të nxjerrjes së rakisë në fshatin Kakoz, njësia administrative Lunxhëri. Prej 25 vitesh ajo ndjek me kujdes çdo fazë të distilimit, një proces që ka mësuar nga bashkëshorti i saj. Për Violetën, rakia nuk është thjesht një pije, por një pjesë e identitetit dhe mikpritjes shqiptare, duke kthyer zanatin në një rit familjar dhe në një lidhje të fortë me traditat lokale. Në fshatin Kakoz të njësisë administrative Lunxhëri, bashkia Gjirokastër, prej 25 vitesh Violeta Krisafi mban gjallë një nga traditat më të vjetra shqiptare, atë të nxjerrjes së rakisë. Ajo është një nga gratë që ka zgjedhur të mos lejojë që kjo trashëgimi e brezave të humbas. Violeta tregon se pasionin për nxjerrjen e rakisë ka mësuar nga bashkëshorti i saj,
i cili ishte marrë me këtë proces. Me kalimin e viteve, ajo ka përvetësuar plotësisht mjeshtërinë dhe tashmë është ajo që kujdeset për çdo detaj të prodhimit. Po, nga im shoq, kemi 25 vjetë që nxjerrim raki. Edhe kështu që e kam profesion. Edhe im shoq kështu thoshte, hajde ti thoshte mua, shikoj një herë ti pasaj ta shohun. Megjithëse tani kemi dhe termometër, po e shohim një herë me shije, si është, sa është grada, pastaj e marrim me termometër. Çdo vjesht sa po rushi piqet, fillon puna në shtëpinë e saj. Ajo mbledh mushtin e fermentuar, përgatit kazanin dhe me përpikmëri djeg të gjitha fazat e distilimit. Aroma e rakis që del nga kazani, siç thot ajo, është shpërblimi më i bukur pas gjithë mundit. Shumë i bukur është, po është i lotshëm. Kështu që nuk e bëjnë dot atë, duhet të jesh që ke fuqishme, se do ta ngarkosh, do ta shkarkosh këtë. Pastaj jenë e shikon sa të bjeri rakia, e matë dhe e nxjerrë herë të vendi. Po në fillim mbushim kazanin. Pastaj e montojmë guben, lullan, edhe shkarkimin që të bjeri rakia atje. I bë zjarin, ose më përpara e bën me zjarr, këto shjebi me gaz. E sa i ta ditë është kjo që po nxirrni raki? Unë kam që të hënën. Unë nuk bëj shumë, në fakt se edhe shumë e shëndetshme nuk jam. Po me që djali ishte në punë, e do vi, është në Tiranë, edhe ta ndihmoj djalin sa do pak. Vetëm për konsum familjar e nxirrni raki? Jo. E tregtoni? Për tregti. Bile ne bënim, kur ishte im shoq, bënim 1 ton raki që tregtonim. Po tani e shesim rushte, nuk ja dalim dot. Ta bëjmë. Ku e tregtoni rakin? Po në Tiranë, ku të ketë mundësi që të gjejmë mishërinë. Tani në kohën e Covidit rajnë qik, edhe ngellim qik mbrapa. Pastaj filluam ne e hoqëm, kishim dhe të djali, se ka dhe djali. Ne kemi 1 hektar vresht. E preferoj nga cilësia? Po, cilësia është e para. Cilësia është gjithçka, se bëjnë që bëjnë me sheqer, e kështu por ne kemi të pastër. Për Violetën rakia nuk është thjesht një pije, por një simbol mikpritje dhe trashëgimie familjare. Ajo e konsideron të rëndësishme që tradita të vazhdojë edhe tek brezat e rinj, për të ruajtur zakonet dhe shijen e vërtet të vendit. Me sa shoh unë, nuk e kanë dhe shumë qejf të rinjt. Pastaj varet si do jetë. Duhet ta vazhdojnë si traditë? Po e mira është që të vazhdojnë, se rakia është një gjë e pasi që zihen edhe s'ka si ti jetë e pashëndetshme, është e shëndetshme. Sa të kemi mundësi, sa të kemi tregun, do nxjerrim. Çdo pikë rakie ka historinë e saj, thot Violeta me krenari, ndërsa kujton vitet e para kur nisi këtë punë. Ajo është shembull i grave të zonës që përmes duarve të tyre ruajnë traditat, aromat dhe shpirtin e Gjirokastrës. Bashkia Përmet ka nisur zbatimin e një kalendari mujor të pasur me aktivitete kulturore me synim gjallërimin e jetës qytetare dhe përfshirjen e të gjitha grup moshave. Në fokus janë promovimi i trashëgimisë kulturore, nxitja e pjesëmarrjes rinore dhe ndërgjegjësimi për çështje shëndetësore dhe sociale. Bashkia Përmet për këtë muaj ka hartuar një kalendar aktivitetesh të larmishëm me qëllim përfshirjen e aktivitetit dhe angazhimin e të gjitha grup moshave. Drejtoresha e Shërbimit Social, Ariana Papapano, bëri të ditur se këto aktivitete organizohen në funksion të nevojave të komunitetit. I tërë muaj është i mbështetur me aktivitetet për letërsinë dhe artin. Është dita ndërkombëtare e poezisë. Ka një aktivitet biblioteka e fëmijëve për kanunin e Lek Dukagjinit, është aktivitet për gruan rurale, kemi një aktivitet për të mbështetur qendrën shëndetësore, janë karnavalet e fëmijëve, një aktivitet tjetër është në përkujtim të Naim Frashë. Gjatë këtij muaji kemi dhe aktivitete sportive ku trajneri i sportit ka organizuar fëmijë të moshave të ndryshme dhe zhvillon ndeshje sportive midis tyre. Këto aktivitete kanë qëllim kryesor ndërgjegjësimin e popullatës, shtoi më tej Papapano. Nga ana e bashkisë synohet që të ndërgjegjësohen më shumë fëmijët, të cilët të njohin artin dhe letërsinë. Në çdo muaj të vitit, Bashkia Përmet harton një kalendar aktivitetesh që synon të përfshijë të gjithë qytetarët, pa përjashtuar edhe vizitorë dhe turistët e huaj. Gjatë luftës së dytë botërore, minoriteti grek në zonat e Sarandës dhe Delvinës luftoi kundër pushtuesve për liri dhe drejtësi.
Shoqata e veteranëve të Lanç Finiq në drejtimin e Kristo Muratit vion të nderoj këtë kontribut dhe kërkon bashkëpunim me Dropullin për ruajtjen e kujtesës historike. Minoriteti etnik grek në Shqipëri ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, duke luftuar kundër pushtuesve fashiste e nazistë gjatë luftës së dytë botërore. Minoritarat grek të ishretheve të Sarandës dhe të Delvinës kanë mbështetur masivisht luftën për liri dhe drejtësi shoqërore. Shoqata e veteranëve të luftës nacionale lirimtare në Bashkinë e Finiqit organizon sistematikisht aktivitete në nderim të dëshmorëve dhe të luftëtarëve për liri. Bashkia e Finiqit është ndarë si organizatë e familjeve të dëshmorëve të ADEO të luftës nacionale shërimtare dhe dëshmorëve të tjere të ADEO-t para 4 vjetësh e pak, me vendim të kuvendit të shtatë kombëtar dhe të kryesisë organizatës dëshmorëve të ADEO-t. Ka të dhënat që disponon kryesia e shoqatës së Lanç, rezulton se jo të gjithë ish partizanët e kanë fituar statusin e veteranit. Bashkia e Finiqit ka pasur shumë partizan, midis tyre ishin edhe 576 partizan minoritar. Vetëm të Bashkisë Finiqit, se ka pas minoritare edhe në zonat e kanë marrë statusin e veteranit. Statusin e veteranit nga këta e kishin fituar 374 veta, të cilit ishin partizan para 24 majit Kongresit të Përmetit. Dëshmorët e Bashkisë Finiq nga minoriteti janë 139, ndërsa dëshmorët të tjerë të ADEO-t ka me 10 të tjerë. 74 viktima që meritojnë të jenë dëshmorë dhe që përpiqemi që t'i kalojmë në të përgatisim dokumentacionin e plotë dhe t'ia paraqesim kryesisë së organizatës së dëshmorëve të ADEO-t. Njëkohësisht, shoqata e veteranëve të Lanç në Finiq dëshiron të bashkëpunojë me homologët në Bashkinë e Dropullit, ku këta të fundit nuk kanë mundur deri tani të krijojnë shoqatën e tyre të pavarur. Në qendrën kulturore të Libohovës u promovua libri Rrugëtimi i jetës time i autorit libohovit Vasil Pano, vepra sjell kujtime, sfida dhe arritje nga jeta e autorit, duke përshkruar me realizëm përvojat personale dhe profesionale. Libri u vlerësua nga autor, profesor të historisë dhe shkrimtar të zonës si një dëshmi e sinqertë dhe vlefshme për brezat e rinj, duke kontribuar në ruajtjen e kujtesës kolektive dhe traditës lokale. Në qendrën kulturore të Libohovës është promovuar sot libri Rrugëtimi i jetës time i autorit libohovit Vasil Pano. Ky aktivitet ka mbledhur dashamirës të librit, bashkëqytetar dhe përfaqësues të botës letrare dhe akademike të zonës. Libri paraqet një udhëtim të thellë në kujtime, sfida dhe arritjet e autorit, duke sjellë për lexuesin një rrëfim të ndershëm e të ndjerë për jetën. Nëpërmjet faqeve të tij, ai ndan eksperjenca personale dhe profesionale që reflektojnë realitetin e kohës dhe zhvillimet shoqërore që ai ka përjetuar. Libri përfshin në periudhën e gjatë jetës dhe punës time, mbi 37 vjeçare në institucione, në sektor të ekonomisë e të prodhimit, duke filluar nga specialist në ndërmarrje bujqësore, në seksion e bujqësisë, në organet e pushtetit vendor, në detyrën e kryetarit të Këshillit të Rrethit, në të 2 drejtori bujqësisë dhe ushqimit në Rreth, në kryetari i bashkisë e deri sa e mbylla regjistrues i zyrës regjistrimit pasurive paluçve nëpërmet. Kjo periudhë pune fillon prej vitit 78 deri në vitin 2020. Si mosh pune. Në këtë libër janë përshkruar dëshmitë dhe analiza pune e probleme të ndryshme ku janë përcaktuar të vërtetat dhe gjendja reale në vite. Autorin dhe veprën e tij e kanë vlerësuar profesor të historisë dhe shkrimtar nga zona e Libohovës, të cilët theksuan rëndësinë e këtij botimi për ruajtjen e kujtesës dhe identitetit lokal. Ata e cilësuan librin si një dëshmi të sinqertë të një jete të jetuar me pasion dhe përkushtim. Rrugëtimi i jetës sime është vepër me vlera ku autori Vasil Pano na jep më së miri traditat e vlerat e fisit Pano dhe na flet gjërësisht për jetën e tij dhe të familjes tij, që si familja e Vasilit dhe fisi Pano lidhen me qytetin e Bashkinë e Libohovës, lidhen me qarkun Bashkinë e Gjirokastës, njëherësh lidhen edhe me Bashkinë dhe qytetin e Përmetit. Ne si Libovit jemi krenar që në këtë sallë sot promovojmë librin e Vasil Panos, Rrugëtimi i jetës time, për arsye se Vasili është një nga ata njerëz që bën pjesë në plejadën e madhe të agronomëve shqiptar,
po mbi të gjitha është pjesë e familjes së bujqësisë, ku i madhi Abedin Qiqi, ose si quhet ndryshe generali frutikulturës shqiptare, ne jemi krenar që jemi pasardhës së tij dhe ndër ta është edhe Vasili Ton, që sot ka ardhur të na flasë këtu dhe të na prezantojë këtu librin e tij. Vasil Panua është një figurë e thjeshtë, një figurë i cili ka dhënë një kontribut të madh në rrethin e përmetit me punën e tij si profesionist, po dhe si administrator, edhe si kuadër. Vasil Panua është njeri i thjeshtë, i komunikueshëm, i dashur me të gjithë, njeri i së vërtetës, i së drejtës, i cili edhe kur në formacionin e tij politik ka pasur ekstremistë, ka qenë Vasil Panua i cili u ka mbyllur gojë. Ky promovim shënon një tjetër moment të rëndësishëm në jetën kulturore të Libohovës, duke dëshmuar se krijimtaria letrare dhe kujtesa historike mbeten pjesë e gjallë e identitetit të kësaj zone. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë më takofshim.